Shikues të nderuar, mirëmëngjes, do të jemi së bashku me lajmet në Syri Televizion për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. Menjëherë do të shkojmë me gjykatën e cila rrëzoi sot kërkesën e mbrojtjes për shuarje të masës ndaj Ilir Metës, cila ka qenë pretendimet e të gjitha palëve. Unë do të kem tashmë kolegun Fation Gjina. Fation, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Arnold, gjykata e posaçme apelit ka vendosur të rrëzojë një tjetër kërkesë të ish presidentit të Republikës, njëherësh presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, që mbahet prej tetorit të vitit kaluar në masën e arrestit në Burg. Mbrojtja e tij kishte kërkuar shuarje të masës së sigurisë mbi disa argumente të ndryshme që kishin të bënin me tejkalimin e afateve të paraburgimit, por edhe me përfundimin e hetimeve dhe kalimit të dosjes në gjykatë për nisje të gjykimit dhe duke qenë në kushtet kur sipas mbrojtjes Meta nuk përbënte kërcënim për ndikimin tek provat apo dëshmitarët, do duhej një masë më e lehtë apo gjykata të vendosë për shuarjen e saj, kërkesë që u rrëzua ditën e sotme nga gjyqtarja e posaçme apelit Saida Dollani. Por çfarë kishte ndodhur më herët, avokati Kujtim Cakrani kishte kërkuar përjashtimin e gjyqtarës Dollani, lidhur me qëndrimin që ajo kishte mbajtur më herët mbi çështjen, kërkesë e cila u rrëzua nga gjyqtari i ndërmjetëm Florian Kalaja, e për më tepër ky fundit vendosi ta gjobis avokatin Cakrani me një vlerë prej 100.000 lekësh të vjetra, duke e argumentuar faktin se kërkesa për shuarje të masës së sigurisë ishte e pabazuar në ligj dhe në këtë mënyrë nuk mund t'i drejtohej gjykatës, paktën me argumente që kishte parashtruar mbrojtja e Ilir Metës për përjashtimin e gjyqtarës Dollani. E kjo e fundit, me vendimin që kishte dhënë Florian Kalaja për mbrojtjen e Metës, u paraqit në seancë dhe shpalli vendimin për rrëzimin e kërkesës së shuarjes së masës së sigurisë. Tashmë çështja ndaj Metës ka hyrë në fazën e shqyrtimeve gjyqësore dhe paraqitjes së kërkesave paraprake, ndërsa një tjetër vendim i rëndësishëm pritet të merret brenda muajit dhjetor dhe kjo mjaft e kontestuar nga mbrojtja lidhur me afatet e gjykatës kushtetuese. Me 5 nëntor, mbrojtja njoftoi se gjykata kushtetuese kishte regjistruar kërkesën e Ilir Metës për sa i takon kundërshtimit të masës së sigurisë arrestit në Burg. Ende nuk është caktuar gjyqtari relator të paktën në afishimet zyrtare që bëhen në faqen e gjykatës kushtetuese, apo edhe një datë, por pritet të zhvillohet një seancë mbi bazë dokumentash pa praninë e palëve në dhjetorin e ardhshëm nga gjykata kushtetuese, që ka marrë dhe ka regjistruar për të marrë në shqyrtim kërkesën për ankimin e masës së sigurisë arrest në Burg. Kujtim Cakrani foli ditën e sotme pas zhvillimit të seancës, ku natyrisht përsëriti ankimet e tij ndaj gjyqësorit në tërësi, por edhe organit akuzës prokurisë së posaçme për një dosje që nga mbrojtja konsiderohet si politike dhe të dirigjuar nga pushteti në dëm të kreut të partisë së dytë më të madhe opozitare, Partisë së Lirisë. Pra ndonë se hetimet, nëse më ta quajmë, janë mbyllur. Fation, zoti Meta do t'i duhet qëndrojë sërish në arrest në Burg. Po, me vendimin e sotëm, i cili është një vendim i formës së prerë dhe i ankimueshëm në gjykatën e lartë, edhe kjo fundit më herët është shprehur për kërkesat e mbrojtjes që i ka konsideruar arrestimin, por edhe vijimin e masës sigurisë arrest në Burg si të ligjshëm. Meta do të qëndrojë në Burg dhe një vendim të dytë gjyqësor. Por mbrojtja nga ana tjetër pritet mos i ndalojë përpjekjet, duke shfrytzuar gjitha rrugët ligjore dhe kushtetuese për kundërshtimin e masës sigurisë. Kujtojmë se vendimi i gjykatës kushtetuese, cili do të qoftë ai, i hap rrugë palëve që t'i drejtohen, sikurse kanë paralajmëruar paktën nga ana e avokatëve të Ilir Metës, gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Strasburg, ku pritet të mbërrit çështja dhe të merret një vendimarrje mbi pretendimet e ngritura nga Ilir Meta dhe mbrojtja e tij, që nisin nga data e arrestimit tetor i vitit kaluar, për mënyrën se si në mënyrë demonstrative policia
u kontestua fuqimisht nga mbrojtja për veprimet që kreu në hyrje të kryeqytetit sa i takon arrestimit të zotit Meta e deri tek veprimet që kanë të bëjnë me organin hetues special SPAK. Njëri prej tyre është sjellja e materialeve në dy seanca të ndryshme gjyqësore pranë GKK-s nga ana e prokurorit të posaçëm që pretendojnë se kanë sjell prova të reja, nisur edhe nga disa letër porosi që kanë ardhur nga jashtë, por mbrojtja pretendon se janë të paligjshme, pasi vinë në një kohë kur hetimet janë mbyllur dhe çështja ka kaluar në